Në fermën e vipave, çdo ditë që kalon, ritensione dhe faktorët mbizotrues të garës. Marrja e drejtimit të punëve nga limi pas zgjedhjes nga publiku si fermeri i preferuar është shoqëruar me pëlqime, por edhe pa kënaqësi, ndërsa ai është kujdesur të ndajë në mënyrë të barabartë detyrat. Pavarësisht lojës, konkurrentët nuk harrojnë qëllimin kryesor, organizimin e punëve e mbi të gjitha kujdesin ndaj kafshëve. Gongu i kësaj të hëne i ka gjetur në stalla shumë prej tyre. Televotimi i hapur prej ditës së premte për 5 të nominuarit ka trazuar jo pak ujërat. Ganiu, Big Basta, Erandi, Andrea apo Ylli, cili do të jetë fermeri më pak i votuar nga publiku për të ndërprerë përgjithmonë rrugëtimin e Ferma VIP 2 sonte në mbrëmje? Sfidat e lojrat e organizuara nga Agaj e kanë bërë fundjavën teje dinamike. Një prej tyre ishte sfida e inteligjencës. Fermerët e grupit Humbës me turne duhet të mbanin flakët e zjarrit të ndezur. Moment ky që ka sjell emocione të bukura, por edhe histori të parrëfyera më parë që kanë mbajtur mbërthyer publikun. Ester ka festuar gjithashtu ditëlindjen e saj brenda në fermë. Një tort surprizë, shumë urime dhe përqafime bën bashk fermerët, duke harruar për pak minuta lojën e duke gëzuar me njëri tjetrin. Por energjia pozitive gjatë këtyre ditëve nuk ka munguar. Fermerët shpesh janë parë duke kënduar e kërcyer. Ata kanë organizuar edhe lojra apo rengje për të sjellë një atmosferë ndryshe. Ndërsa sot në mbrëmje gjatë spektaklit që nis live në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe 2 kanaleve të dedikuara të platformës String, do të keni të tjera surpriza, eliminime, formula të reja dhe sigurisht sfida.